dhe me shpirtin tënd. Dashur vëllezër e motra që kemi hyrë në një kohë të shenjtë që na e quajmë koha kreshmeve, dëshirojmë me ndjen trupin tonë se po dojmë ja dorëzue jetën Zotit për cilit e kemi marrë. Prandaj edhe bëjmë penes, bëjmë agjerim, bëjmë njete, i kemi njetet ndryshme. Mbi të gjitha dëshirojmë me pa çka na bën mirë, çka nuk na bën mirë, jo vetëm për trup, por edhe për shpirt. Prandaj gjithë më shumë vendisohemi që mi thonë të keqës jo, e mi thonë të mirës po. E për këtë i kërkojmë Zotit falje, sa herë që kemi dështue, sa herë që kemi qenë dopt e nuk e kemi forcu vullnetin për gjanat mira, të shenjta, të mshushme. Pendohemi me zemër që denjësisht mi kremtu këto mistere të shenjta. Po i rëfetëm, Ju të qetë kushteshëm, dhe ju më vëllezër e motra, se kam gatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajtin, për matë madhin fajtin, prandaj ju i përësitëm se më smarit që të më djeqër, të gjithë anqyve, shajtëve, dhe ju vëllezër e motra, që të lutemi për mua, Zotin Hyjë. Hyj i gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falë mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Që me përjetimin e si vjetshëm të kreshmeve përparojmë në kuptimin e mistereve të Krishtit dhe ta dëshmojmë me një jetë të denjë. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron bashkim me shpirtin shenjtë Hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim prej librit të Ligjit të Përtrit. Mojsiu i foli popullit dhe tha: Atëherë prifti do ta marrë kaqilën prej dorës sate e do ta vërë para alterit të Zotit. Hyj tënd, ti atëherë fol në praninë e Zotit. Hyj tënd, e thuaj: Im atë ishte një svian enda cak. Ai zbriti në Egjipt me pak njerëz, dhe atje jetoi në dhe të huaj. U shtua e u bë populli i madh, i fort e një shumicë pa mas. Por egjiptianët na morën me të keq, na përndoqën dhe na bën sklavër të mirë. Atëherë ne lëshuam brit drejt Zotit, hyj të etërve tonë. Ai na dëgjoi e pa përvujtrimin tonë, mundimin e të dëshirat tona dhe na nxori me të merë të madh e me shenja e me mrekulli na pruri në këtë vend. E na e dha trashëgimi këtë tokë që vjetë shumë është e mjatë. Dhe ja tani o Zot, i solla frytet e para të tokës që ti ma dhe, atëherë vëri para Zotit hyjin tënd dhe adhuroje Zotin hyjin tënd. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ju. Këshilla ime, hyj e
do të shpresoj në ty. E keqja nuk do të tërgjej dhe thlushkull s'do t'i afrohet të ndësate, sepse engjëjt e vetë urdhër u dha që të ruajnë të gjithë udhët e tua. Do të mbartin para duarsh që gan të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur. Do të shkelësh mbi shklik e kapastrec, do të kalosh mbi luan e gjarpëret. Do të të shpëtoj sepse më do ta marrë në dore sepse e nje emrin tim. Ai do të më thërras e unë do të ndihmoj në vështirësi, do të jem me të. Do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj. Lexojmë prej letrës së Shëmbulit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, çka thot shkrimi i shenjtë? Afër e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde, domethënë fjalën e fesë që ne predikojmë. Sepse në qoftë me gojë të shmon se Jezusi është Zot dhe në qoftë në zemrën tënde beson se hyj e ka ngjallur, prej të vdekurit do të shëndohesh. Pra, për të fituar drejtësinë duhet të besosh në zemër, e për të fituar shërbimin duhet të dëshmosh fejnë me gojë. Sepse shkrimi i shenjtë thotë, kush beson në të nuk do të turpërohet. Kështu pra nuk ka dëllim midis hebreut dhe grekut. Të gjithë kanë vetëm një Zot, të pasur ndaj atyre që të rasin e ndihmë, sepse kush do të thërras emrin e Zotit, do të shëndohet. Fjala e Zotit. Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Yjet. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Lumturi të qoftë ty o Zot. Në atë kohë, Jezusi, plot me shpirtin shenjtë, u kthye prej Jordanit dhe shpirti e çoi në shkreti, ku për 40 ditë e tundoi djalli. Ndër ato ditë nuk hëngri asgjë, e kur ato kaluan, pati uri. Atëherë djalli tha, nëse e biri vyet urdhroj këtij gurit bëhet bukë. Jezusi përgjigji, thot shkrimi i shenjtë, njeriu nuk mund të jetojë vetëm me bukë. Atëherë ngriti lart dhe për një çast ja dëftoi gjitha mbretëritë e botës e i tha, ty do ta jap gjithë këtë pushtet dhe lavdinë e tyre, sepse mu dha mua dhe unë ja jap kujt të dua. Nëse pra ti përkulesh në adhurim para meje, do të jetë krejt jotja. Jezusi përgjigji, shkrimi i shenjtë, adhuro Zotin, hyjin tënd,
dhe vetëm atij shërbim. Atëherë e çoi në Jeruzalem, e vurin majt tempullit e I tha, nëse je biri I hyjt, hidhu prej këtu poshtë, sepse shkrimi shenjtë thotë, hyj për ty do të urdhroj engjëjve të vet që të ruajnë, dhe do të mbajnë para tua që të mos e vrasësh këmbën tënde në ndonjë gur. Jezusi I përgjigji, por u tha dhe mos e tundos Zotin hyjin tënd. Djalli, pasi shfrytëzoi gjitha trajtat e tundimit, u largua prej tij deri në kokën e volitshme. Fjala e Zotit. Lavdi Ty o Krisht. Ashtu në bazën e motra e dëgjuam një episod, një pjesë të jetës Jezu Krishtit. Më themi para se me shkume prediku në mënyrë publike. Thuhet që 30 vjet Jezu Krishti e ka përgatit vetëm për 3 vitet e fundit, që kanë qenë aq intensive, por shikeni se shpesh e harrojmë këta, që për veprat mëdha duhet me ka përcyer mjaft kohë por me mujt pastaj një. Sidomos në jetën e shpirtit. Biri I Zotit ka pas qëllime. E lërë mëna. Ai ka pas edhe më forta, sepse kon biri I Zotit. Na thojnë Zoti vërtet edhe njeri vërtet. Kjo është vërtet misteri I madh, se si Zoti e ka marrë natyrën tonë njerëzore. E në këtë rast Krishti na mëson si mu ballafaque me tullime. Besoj që e keni vrejt janë 3 që përsëriten çdo vit, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj ton globin. Me buk, me vesh me ngronë, çështja është e ushqimit. Krejt punë që I bajnë thuja I bajnë për me pas shka me ngronë e qka në. Me këtë tundim u ballafaqua dhe Jezu Krishti, sidomos kur ka agjëru. E keni vrejt edhe na kur ndërmarrim diçka të mirë me ba, më njëherë na vjen I falmenimi, jes me bajnë, jo ashtu, jo kështu, ose në vëzona, ose dikush pregon, shpet, kjo është një lloj tunimi. Se trupi jonë nuk është në gjendje, nuk do mu ballafaque me të mirat e shpirtit. E është një lloj betejë mes mirave të shpirtit edhe të mirave të trupit. Kjo ka ndodhur për shkak të gati të rrjedhshëm. Në fillim, Zoti ka kriju Adamin edhe Evën, u konë që s'ka mirë, gjithçka në harmoni me vullnesën e Zotit. Por pastaj u dashur me vendos për Zotin, a mi shërbëj Zotit ajo. E këtu ka ndështue edhe u çekuilibru pastaj raporti me Zotin, me njëri tjetrin, edhe me vetveten. Keni vrejt nga njëra dhe ndaj vetvetes nuk sill mirë. Pra, tullimi I parë është buka në kuptimin që e simbolizon ushqimin, trupin tonë, kishim me thonë. Me pas çka me ngronë, me një veten mirë, nga ona e trupit. A më thotë, njeriu nuk mund me jetu veç prej buke. Sa do ti mi grumbullue, mush e ketë shpinë buk, po apet se apet ka me të mundu diçka, se ti je ma shumë se trup. Apo jo? Pastaj thot e qoj e ngriti lartë e kështu me radhë, pushteti lavdia. Ty ka më t'i dhanë gjithë këtë pushtetën, gjithë këtë lavdi. Edhe Krishti thotë, jo se vesh një Zot është s'dush me adhurue tjetër gjatë për veç të Zotit. Shikeni, sot është shumë kjo e pranishme që këtë punim. Të njerëz, me pas pushtet. Unë e me vendosë. Ju tjetë këtë më në nështru që ka të thëmone. Lavdi. Sidomos në për media e shohën këta njerëzit. Si interesant, por të vërtet fare. Vesh unë e duk në mirë të lavdroj mua dhe qatë.
kjo është tunim shumë i madh, dashur të vëllezër e motra. Se kjo është ajo menja madhe. Kjo është një tunim për secilin. Edhe tunimi i parë është për secilin. Këto tunimet na ndodhin edhe neve. Por problemi është që ti e ki vlerën tonë ndesh tha dikush ndesh mos tha. Na harrojnë këto. Na mendojmë që nëse s'ma thot dikush unë e vlej më pak. Kjo është tunim dashur të vëllezër. Edhe ta na krejt energjia na shkon çaj tjetri, më thon bravo, më thon që sa i mirë je kështu më. Dashur të vëllezër e motra, të rumi, mësomi murujt edhe të shohmi ku janë i tunum që drejtim. Që veç unë me vendos, veç mu më lëvdhue, kjo është tunimi vërtet i madh i njerëzve. Ku mu i me ditë, nëse shkeli për mi tjetri, nëse s'mi interesant që shpunia taj tjetri, atëre jam kur ka pushu. Të sigurisht, që na dojmë mi pas gjanat me në kontrol, edhe më na thoni fjallë mirë i kushtit, këtë në rejë kjo është. Por problemi është kur menoj që tjetëri vlenë ma pak, këtu të na fillan problemi. Sa pa marë parasysh, a është dikush president, a është dikush non bab, a i fshin, a rrugën, pa marë parasysh, nuk është me rëndësi pozita, puna që e bënë. Se ajo nuk të bënë ma të mira, ma të keqë. Bënë zemra ma të mira, ma të keqë. Se kemi pas shetën që në bënë, shumë i nënë të tjeshtë, i ka edukue fëmijët e vetë, po konë shetë neshë. Pra, kjo është ai tunimi i dytë me adhuru gjana, me adhuru pushtet, me adhuru lavdi. Është një tunim shumë i madh. Edhe Krishti e ka pas, se e ka pas pushtet, e ka pas se Zoti ja ka dhënë, ama e ka vret që ka mujt me edhe me rshi. Por, këtu u konën ajo madhështia e Jezu Krishti që ka mujt pa problem me përballue. Edhe ka dashur të na dhënë neve një shembull se çysh mujmë na me përballu do tunime. Se kjo botë, që ne jetojmë, vërtet ka tunime. Edhe me shembullin e tij na ka kallëzuar. E treta është hyp ti na gjuju, hiç mos më la hajt se ka me ndihmu Zoti. Shif edhe kjo një tunimi. Dojmë mrekulli pa po kur gjallë, pa e në rusërë. Hajtë Zotë ti bën ma që ta muë, a vetë me menu, këtë tjetër sërë. As me vepra, mos me jetu kur që shqeq, hajtë se Zoti, a i ka mi bëhe, o me veç porinqë. Nuk shkën ashtë. Nuk bënë, se është të ndim jetë e sëpravu Zotit. Zotit ti ka dhënë metë, ti ka dhënë durt, volletin, sa gjanat mira mund mi bëhe me ato, amo bashkë me Zotit. Bashkë me Zotin. Jo, Zotit t'i qka, unë t'i qka ko këtë t'i tërsen, edhe e sprovoj Zotin këtë mënyrë, gudzon me kërku mrekulli, sigurisht, gudzon, lutit, Zotin edhe për mrekulli me të bëmë. Amo bashkë me to. Bashkë me to, nashtë Zotin ka me thonë, shkot i shka, se jetë e shtrëngu shumë, të menu vetëm qashtu, për me të ndodhë mrekullia. E ti zdo mund rishue e po do mrekulli. Po nuk shkon ashtu, se nuk është magji. Mrekullia nuk është magji me të prejkë t'i shka dhe ti me njëherë më shnosh. Por, largojë për të keqës, Zoti ka me ta dhënë të mirën më njerë. Në atë moment që thue jo të keqës, në atë moment vjen bekimi. Po na menojnë që pa i thonë të keqës jo, ka më marrë bekimi. E nuk shkon kjo. Kjo nuk shkon. Duhet me thonë të keqës jo. Zdu me të një kuty. Krishti paka shumë shtu i ka thonë. Ik premere, të nusë. Unë du mi shërby Zotit. Mos e të tonë Zotin hynë tonë. Adhërve Zotin hynë tonë. Vetëm ati shërbej. Pra, edhe shka thotë të më gjili, pas i shfrydzoj gjitha trajtat e mundimit, u largo për i ti deri në kone vëllishme. Pra, edhe pse i përbalojmë, kjo s'do me thonë që masanes ka më të nuna pet jani. A më të na forcona shpirtnisht. Nuk lejoj që vetëm barku më dheq
edhe vetëm apo kam shka me hangër a me pi. I prishim raportet me njëri tjetrin se s'po ma do trupi, s'po më pëlqen e tjere. Mos të bim nivelin e kafshës, dashur në vllazën e motra. Sepse sigurisht trupi jonë reagon, rebelohet, e kështu me radhë, ama rritu shpirtnisht që me mujt me përballu këto tunime, se janë tunime. Edhe pas momentin ashtu kur je i lodhur, vjen dikush ta thot një fjalë që ta prish këtë disponimin. Edhe tash nëse se ki kultivu shpirtin tonë, atëherë shumë lehtë ti mërshit, shumë lehtë ti ka kthy me tjetën mas, ta në botë edhe ma e zejtë, ma keqë, si me thonë, edhe a djallë e ka që qëllim. Me përqa, mos me njëti vetën mirë, mi prish raportet, me ta bëjë jetën s'ka kuptim. Kjo është djallë, kjo është shpirti keq. Gjatë kësaj kreshmeve, këtyre kreshmeve, jemi thirrur vendosmëri me pa vërtet ku jam unë në shpirtin tem të e përjetu këta. Edhe qysh jam të reagune. A jam të bashkëpunu me shpirtin e mirë, shpirtin shenjë. Është interesant që në gjilë qërë është ato. Shpirti shenjë e qënë shkreti. Shëfe? Shpirti i Zotit e ka qënë shkreti. A keni menu në herë këta? Qysh Zoti po më qënë shkreti? Të qënë, se do me të kalzue qëre shka të ndodhë nëse ti nuk më thret mu, nëse nuk e kërkon ndihmën teme. Edhe në shkreti s'ki kam jamaj. Edhe dush me ka një në përta. Këtë popë Izraelit 14 vjetë ka përcyna përta. 14 vjetë. E dikush edhe ma shumë ka përcyna. Deri se ta koptën dore të onës, një mamës, me që ta thotë ti pe te e varë. Mos harroni dashur në bazën e motra 14 vjetë. Te Jezu Krishti ka qenë 14, gjithashtu është simbolika e numrit 14. Që është një periudhë që duhet mu pasru, mu forcu. Prandaj edhe tunimet zot mi pa vetëm si ngarkesë, edhe kreshmet, nuk janë vetëm si një moment. Janë mundësi mu rritë shpirtnisht. Edhe këtu është qëllimi, me ndodhë në gjallja. Nuk ka me ndodhë pa ty. Nuk ka me ndodhë. Zoti do me të dhonë të mira, ama ti dush me që du me marë gjallë. E mjafton mja ofru e ti zemrën tonë, mkatet e tua, dobësit e tua. Këmi pas mundësin edhe morfygja kreshtë. Qilja zemë, kalzoj dobësit e tua, cilat e ki. Kime pa që ndryshon zemra jote. Në atë moment që e zbulon një zotë reshën që e ki ba, edhe i thuj, jo ma, në atë moment ndryshon zemra. Lutja ta sjell paqen, lutja kur ja qelë zemrën Zotit. Me njëherë fillon ndryshimi, me njëherë. Janë do dhese që dojnë ma shumë ko me punu se nështë 20 vjetë ke jetu e të si do, e tash për një ditë nuk bash me njerë i virtytshëm. Dush me punu tash kundër të. Nëse ore qas ke sha, tash dush me fillu me beku. Nëse ore qas ke fol fjallë pista, tash keme fillu me fol fjallë mira. Nëryshe nuk shkën, nëryshe nuk keme mujt atë keqe. Aty ka me nej, a i djallë, a i shpirti keq. Që ka me të mumu e ka me të razu e ore qas. E qysh ka mu hiq? Me bot kundër të. Nuk shkën nëryshe. Nëse s'bën mirë, mos me në qetë që është jenë të mirë. Dush me bo mirë. Nuk mi afton me thonë jasë të vroj kërkan, jasë se unë nuk kërkan, a dush me bo mirë. Se ndryshe të punëson shpirti i keq. Nëse ti se punëson vetëm me shpirtin e mirë, punëson shpirti i keq. Se jeta e cita ndodhin ngjarjet. Prandaj du të me pa shka ma sjell paqen, shka më ndërton muve, shka të më sjell i farë gëzimit mërendshëm
edhe pse nuk I kam do gjana, edhe pse mungon diçka kështu nga ona jashtme, ama jo këtu e vërejt që tu ma dhoni farë pache në zemër. Kjo është shpirti mirë. Këto do të me negue. Këne nuk është let me vrejt, ama shpirti I Zotit të folë shumë qeja, shumë seriosisht, shumë me dashamirësi, kur nuk qëti me zarë në gjysh. Nëse që që I të shku ka rruga keqe, mund me ndodhë që nga njerë me trëndit kështu, ajo është të nga mirë, se o të thonë, o, të shka në thonë. A nëse ti e të shku ka E mira, I e të mundu për mirë, edhe të vjen tash në menim keq shkejt në tonë, a shpirti keq është të mirë. Të shme qëtësu zemë, të shme rrit dashnim. Thuje na jura të shkurt në është ta. Oj lumi e Zokrish zemërbut e përbujt, ose gjoje një lutje që ty ta këthen forcën, që nuk të levosh në sharrue edhe me ndiku për shpirtit keq. E lufton me shkrimin shenjë, qëre? Shkrimi shenjë të njeriu nuk mund me jetu vetëm prej duke. Që ata është mirë me lexu Biblën, psalmet sidomos atje. E kur s'mund me fjalë tua me thonë atë e thuaj me fjalë shkrimit shenjë. Edhe djalli e ka frikën edhe shkrimit shenjë. Nëse kur ças mundesh fillon me lexu Biblën. Kemë pasur qysh të vjen një frymë e mirë edhe ta sjell atë paqen që kush tjetër kush mund ata. As unë si prej s'mund me ta dhona paqe, se kjo vjen prej Zotit. E na ka njeri presin për njëri tjetrit, jem të kërkun njëra gabushme. Jo që s'ka njerë shenjë, ka njerë shenjë. Edhe vërtet, bojnë gjonat mira, por në fundit është me këshu prej Zotit. Aty të na je I sigur, se kështu njerës që po na I kemë do mësi, do na kur s'kina me qenë të përsosur. Pra, bazoj e jetën tonë në këtë shpirtin e mirë të Zotit, që t'jetë menimet mira. Meno mirë e keme gjithë mirë. Rruju shka po meno. Se ka njerë të dhëtë njeri, hajtë se nuk është sa të më nigu, edhe tona zezat I menon për. Edhe ka me ndodhë që ajo. Se menimet janë këtu, ato jo vesh të ndodhë. Edhe ti menon, hajtë se si të më thonë. Po, rruju që shqetu menu. Dush me menu mirë për tjetëri. Nëse do me gjithë mirë, po s'po thonë që dush mi thonë hajtë se njëre ka në ashtë të ka ofendu dikush, shka është gabim. Ama rruju, mos e merë rolin e Zotit me gjyku njerës. Nuk e dim pse ai person është me bërë. Ka një farë halli, një farë derë, sigurisht. Ose ka rallë dunimin e djallit. Ka gabu. Ama ti rruje shpirtin mos më bëllë ti si ajë. Edhe kjo pastaj të nimon me kriju një lirit shpirtit, zemrës tonë, që ku do të shkosh, nuk keme pas në Afrika, apo më thot dikush diçka, apo më përqesh, apo çka po më bëna, e tjera. Kjo është rruga do është për pasën e motra. Nuk është e lehtë. Për kërkon nuk u kon e lehtë. Apo Zoti po thotë është e mundshme. Edhe vërtet është e mundshme. Me jetu një jetë lumtur. Qofta me mos muje. Prapë se prapë kemi mujt me jetu I lumtur. Dhe vërtet shenjtën e kanë kallëzuar këto. Ka shenjtën që 30 vjet kanë në shtrat. I smu me trup. A shpirtin e ka pas shenjtë. Kanë shku këti njerëzit te ajo, është një shenjtënesh. Edhe ka tjerë kënë shenjtënu te shtrati I sa. Shepe, as nuk ka ndërtu kur gjatë, as nuk ka shku libra, as nuk o kone famshme në rrjetet sociale, a mo shenjtë. Se ka ditë që shmi adërzu Zotit edhe mundimet e veta. Ka ditë me thonë, për hatër të në Zotë pe dëroj këtë vujtje, po e moj për papën. Nesra, po e poj për kishën se pisha do pësi edhe të besimtarve dhe të priftave, motrave, që këto vujtje ose po ta kushtoj tyje. Ju mundi me thonë për fëmijën tem që është nështë a I s'mund, ose sot u mora hatë, që ose këto vujtje po t'i kushtoj tyje. Me dashnin tonë një mund t'i baj këto kryqe. Çfarë ndryshimi ndodh në jetën tonë nëse vjen tonë kështu? A nëse ore qasë kërkon e aj tjetëri, jo këtë tjetëri, çka jeta ka të bosh edhe vetë I keq, edhe shka fitove. Pra, bomit me që ndosh në glasën e tonë. Të fillojmë të shoshisim gjana. Mos t'i marrim veç
hangar që shtonë dhe hajtë që shto pojtë të tajtë. Këqyre që ka të më qupja, anë që ka e mira, atjere ko me prani. E nëse jo, i thamë lartë me me o Zotë, e u bëhë vënesa jote. Amen. Qofre blu Jezu Krishti. Besoj në një fikë të vetë. Atin e gjithë pushteshëm, kryusin e qelës dhe tokës, të gjitha sene që shien që në shien, dhe leskajnë një Zotë vetëm, Jezu Krishtin, një të vetë në mirë në hyrë, të një në realit para të gjithë shekujve, hyrë prej hyrë, dritë prej ditës, hyrë vërtet prej hyrë vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qeshë me atin, në përmjet të cilë janë krijuar të gjitha senet, ai për ne njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishrua për vërtet të shpirti shenjtë, prej Virgjës Mari, dhe u bën njeri, u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, saj dhe u vëros, dhe u gjallë të drejtën dhe sipas shkrimeve, e u gjitë në qiell, dhe rritë të ardhën e atit, dhe për cili do të vijë nga ti, për të gjyquar të gjallët e vdekurit, e mbretëria e tij do të ketë barem. Besoj në shpirtin shenjtë, që në Zotë i dhënës, që vjen prej atit e prej birit, që në atin e prej birit, adhurohet dhe lavdërohet, që folje me anë të profetëve, edhe një kishte vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dhe shmoj një parësim të vetëm, për faljen e mëkateve, presin gjallë të vdekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Mësër e motra kreshmet janë për ne një moment i përshtatshëm shpëtimi, çlirimi. Tani i kërkojmë atit në përmjet Krishtit, i përgjigjemi pritjes tij, lutemi së bashku, themi dëgjoj o Zot lutjen tonë. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Bëj o Zot, që të ndriçuar nga shpirti shenjtë të ndjej uri për fjalën tënde më shumë se për ushqimin që tretet, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Jepi Papës son Franceskut dhe bashkëpunëtorëve të tij dijen e Ungjillit për të udhëhequr në këtë ecje kreshmës kishën tënde të shenjtë, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Shikoj popujt e shtypur nga zia e bukës dhe luftrat dhe bëj që popujt e pasur të presin emigrantët duke respektuar dinjitetin e tyre si byt e tu, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Na jep hirin të qëndrojmë të bashkuar rreth Krishtit për të bashkëndar fitoren e tij mbi mëkatin dhe vdekjen, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. O Zot që na ofron edhe një herë një kohë të përshtatshme që të kuptojmë të vërtetën e jetës, e të pajtohemi me ty dhe me vëllezërit e motrat, bëj që të gjithë së bashku në gjurmë të Krishtit të ecin çdo ditë drejt gëzimit pashkëve, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Oh,
Bëj po të lutemi o Zot të bëhemi të denjë për me kushtue këto dhurata me cilat po kremtojmë fillimin e këtij sakramentit të nderueshëm. Në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. T'i lartësojmë zemrat. I kemi të Zotit. Ne falenderojmë Zotin hyn tonë. Është punë e drejtë. Për një mend është punë e drejtë është detyra jonë dhe politë shpëtimi të të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty o Zot ati shenjtë. Hy i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar me për Krishtin Zotin tonë. Ai me agjerimin e tij për 40 ditë e ka përkushtuar këtë trajt penese dhe duke fituar mbi gjitha kurthet e armikut tonë vjetër, na mësoi të mundim tundimet e skeqes, kështu që duke kremtu me shpirt të denjë misterin pashkor, ma në fund të kalojmë në bashkët e amshuara. Dhe prandaj me turmën e engjëve dhe të shenjtënve, po ta gëndojmë himnin e lavdë duke thënë pa pushim. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: "Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i besëlidhjes së re të anshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Misteri i fesë. Kundër vdekjen të ndosat, shpallin gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e gjalljen e birit tanë, do ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje të shërbim ty. Po të lutemi me përvojtni që shpirti i shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut e Krishtit. Le të vjen me në Zot për kishën tënde
dhe shpërndal katërant e botës për sosin dashuri, bashkë me papën tonë Franceskun, jepi shëndet me i veshmin tonë dodën dhe me gjithë klerin tënë. Letë bjenë mene dhe për vllazë vitale motra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bami pjesëtar jetën e pasosur, me Marinë Virgjën Hylinse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostoj, me gjithë shenjtrit, që gjithë herë të përqyen, që të të madhrojmë dhe të të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hyj gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt, të qohë çdo deri lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Urata që na ka mësu Krishti mirë të veçantë e ka më na liru nga i keqi edhe mos me na lanë me radhë të ndim, prandaj sot një veçantë e lusim me besim, shpresë të dashur. Ati ynë Që jetë në qiell, ushqej ngrohtë e mbrëmjet, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajët tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjellë në tullim, por na liro nga i keqi. na liro po të lutemi o Zot për gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde, na jep paqen në ditët tona, jep ju paqe familjeve tona, zemrave tona, e në sajt mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo tërbullimi, duke pritur shpresën e juve, ardhjen e shpëtimtarit tonë Jezu Krishti. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në afshim. O Zot Jezu Krishti u ke thënë apostujve të tu, po ju në paqen, po ju jam paqen time. Mos i shikon mëkatet tona për fenë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tanë paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Krishtit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jepja një njëri tjetrit shenjë të paqes. Ti
që të më lamë një javë pas, një javë bekume, kishme me thanë, kemi fillu këtë kohë të krishneve, prentën ishim edhe një janoshme, familjen e Vecit, ku kushtue, u shogorue kisha, pikrisht kushtum Pater Luigjit, një shenjt që është prej këtyne trevave, fakë prej popullit këtu në Kosovë, dhe është një bekim i madh që është na thënë Zoti, në thënë për popullit tonë, po dalin shenjtën e guxoni edhe miru lutën ndërmjetësisë Pater Luigjit, martir, që në vitin 1913 është martirizu për shkak se u kanë preft, për shkak se s'ka dasht me ndërrue fenë, i u ka dhënë zemër edhe shqiptarëve dhe tjerëve që mos me kalue në slavë, gjithësisht me marë fenë ortodokse. Se, si që dini, kemi shumë gjanat përbashkët dhe mos sakramentit me ortodoksisë, po ka qenë çështje politike, tjera, ka dhënë jetën për Krishtin. Dhe vërtet është një shembull që do të më na dhënë zemër, edhe neve mi adorëzu jetën Krishtit. Sot një javë është gjithashtu edhe sikur se e banëm sot udhën e kryqës, besoj që ka qenë shumë bukur, që kemi mujtë edhe këtë më të mirë me lutën, mi kujtu e mundimet e Krishtit, është mirë vërtet edhe mi bashku pastaj edhe mundimet tona, bashkë me mundimet e Krishtit, ja qelë zemrën, edhe shumë ma letë kemi me mujtë mi bajtë në kryqet e jetës, kur i lejojmë Krishtit që bashkë me mi bajtë se sa veç vetë, kështu që shfrytëzoni këtë kohë edhe me ardhe edhe në udhën e kryqit, e motrën hanë, e shprehëm pak brengosën që kohëve të fundit, nuk pi u shohim shumë edhe në kish, nuk e di që ka ndodhë, por ju e dini të është në plazën e motrë që është edhe obligim, urdimet e të nëzët janë që me shejtnu e ditën dile, ditën fest, të nume, pra nëse nuk shkoni të tërpon atyre, leni tira të sene, se ato i keni gjithmona, mo mesha shejtë është vërtet diçka që ju sjell paqe, ju sjell bekim në shpirtin e ju, e kushtoni rëndësi. Për pastrimin e kishës, e lus familjen e Ivanit dhe Pjetrit, që nështë është ma mirë bashkë, ka njerë për nuk mundin një vetë, është mirë me kërku edhe ndihmë për me mujtë pastaj me vazhdu e ritmi i pastrimit kishës, ju falenderoj nga zemra, e Zoti ju është përblef me të mira. Qomi kam e të marë. Të lutemi, të përtrirë me bukën qellore me cilën ushqihet feja, rritet shpresa dhe forcohet dashuria, bëjo Zot kemi uri për Krishtin, i cili është buka e gjallë dhe vërtet, që të mund të jetojmë për çdo fjale që del nga goja jote, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Zbrazemi popullin tonë o Zot bekimin tonë të begatshëm, kështu që në vështirësi të rritet shpresa, e në të ndim të forcohet virtyti dhe të fitojë shërbimin e pasosur në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Ju bekov dhe rujt hyjgjët pushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Mesha ju një moftë shkoni në pace. Falenderojmë Ju.